Dhunuan policin gjatë detyrës lihet në burg njëri nga djemtë e Valbona Selimllari, tjetri në detyrim paraqitje. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Denis Selimllarin, djalin e Valbona Selimllarit, i cili pak ditë më parë dhunoi një efektiv policie së bashku me vëllain e tij. Ky i fundit është lënë në masën detyrim paraqitje nga gjykata. Ata u arrestuan orët e para të mëngjesit të 4 tetorit. Ata goditën për shkak të detyrës një efektiv policie, ndërsa kur janë shoqëruar në ambientet e dhomave të shoqërimit në komisariatin e policisë numër 2, kanë thyer kamerën e sigurisë dhe kanë dëmtuar derën e dhomës së shoqërimit. Gjithashtu, sipas policisë, ata kanë kanosur edhe punonjësit e policisë që ndodheshin në këto ambiente.